Ditën e dieshme, Edi Rama ka përdorur armën më të fortë që ka kundër Spakut dhe kundër drejtësisë. Ka përdorur gjykatën kushtetuese për të goditur Spakun në mbrojtje të Erion Veliajit. Vendimi i gjykatës kushtetuese ishte një vendim që i duhej Edi Ramës dije që sot të kërkonte lirimin e Erion Veliajit. Vendimi i gjykatës kushtetuese është skandaloz. Praktikisht gjykata kushtetuese tha që një kryetar bashkie, pavarësisht se është në hetim për korrupsion, pavarësisht se është në burg prej 8 muajsh, ai duhet të vazhdojë të jetë kryetari i Bashkisë së Tiranës. Dhe këtë gjykata kushtetuese e bën qartësisht për llogaritë e Edi Ramës, i cili nuk ka më se si të fshihet dhe duhet të fillojë të sulmojë drejtësinë sepse po vjen drejt Edi Ramës. Pasi Spaku ka arrestuar Erion Veliajin, po heton Ballukun, po heton njerëzit më të afërt të Edi Ramës, tani nuk ka më kohë. Tani fillon lufta e vërtet midis politikës të korruptuar dhe drejtësisë që kërkon t'japi fund pandëshkueshmërisë në Shqipëri.